Furgonët e zonave periferike që në mungesë të një vend qëndrimi të caktuar hyjnë në qytetin e Shkodrës janë kthyer në një problem serioz për qytetarët si dhe mbarvajtjen e trafikut në qytet. Çdo ditë 10 furgonë udhëtarësh hyjnë në disa prej zonave kryesore duke krijuar trafik. Jashtë kamerave, shoferët e transportit thonë se njohin problematikën që i sjellin qytetit, por justifikohen me faktin se akoma nuk ka një vend qëndrim të caktuar nga Bashkia e Shkodrës. Sipas tyre, ngritja një terminali të posaçëm për furgonët e rrethave do të udhëzonte edhe qytetarët se ku të drejtohen për të përdorur këtë formë të transportit publik. Deri tashmë Bashkia nuk ka një plan konkret masash për të shmangur hyrjen e furgonëve në qendër të qytetit, por as përgjetjen e një vendi të posaçëm ku këto automjete të qëndrojnë. Më parë, Ministria e Transporteve ka hartuar një projekt ligj sipas të cilit nga 1 janari i vitit 2017 çdo furgon që ka kapacitet më pak se 19 udhëtar nuk do të lejohet të qarkullojë në linja ndërqytetase.